Jemi rikthyer në studion e programit Familja 7 për ju të rinj që po mendoni seriozisht për martesën, që po luteni, po pyesni dhe po kërkoni drejtimin e duhur për të ardhmen tuaj. Kjo është një periudhë shumë e rëndësishme e jetës. Së shpejti zhvillohet konferenca Dy zemra një udhë, nga data 13-15 mars në ambientet e CFN Albania në Pogradec, një kohë për reflektim, mësime dhe inkurajim për të rinjtë e krishterë që duan të ecin drejt martesës. Sot kemi në studio pastor Arjan Larashi, drejtori ekzekutiv i Freedom in Christ Ministries Albania, i cili do të ndajë me ne mendime dhe këshilla të vlefshme për martesën e do të na tregojë rreth organizimit të kësaj konference. Mirë se erdhe, pastor. Mirë se u gjeta. Të falenderojmë edhe suksese për këtë nismë. Është shumë i veçantë ky organizim. Edhe a mund të na tregosh, pastor, tani si lindi kjo në zemrën tënde dhe pse mendon që një konferencë e tillë është kaq e rëndësishme për këtë brez të rinj e pikërisht në këtë kohë? Ne si staf i fondacionit e kemi ndjerë, kemi patur peshë në zemër dhe kemi patur nxitjen nga Perëndia për të shikuar me një sy tjetër të rinjtë të rejat në kishat shqiptare edhe më tej, sepse shikojmë dhe kemi parë që vërtet shumica prej tyre janë në një pozicion të tillë që kanë pikpyetje në lidhje me mënyrën se si ata duhet të ecin drejt martesës. Hapat që ata duhet të marrin për të arritur për të gjetur partneren e dur në jetën e tyre, sipas vullnetit të Zotit. Dhe ka qenë ideja e Diana Progës, e koordinatores së lutjes të fondacionit tonë. Ajo ka shfaqur fillimisht dëshirën, pastaj moza bashkëshortja ime e përkrahu edhe ajo tha që nga vërtet ide që ta çojmë para Perëndisë. Po, pse jo? U lutëm dhe patëm paqe nga Perëndia që po, është plani Perëndisë, është vullneti Perëndisë që ai të bëjë një event të tillë, sepse dhe nevoja është shumë e madhe. Po. Keni filluar dhe lançimin në rrjetet sociale, shoh që ka shumë reagime, pra është shpritur, si është shpritur? Më trego pak kjo ide. Po, ka shumë telefonata, pyetje në lidhje me konferencën, për mënyrën si do organizohet ose temat që do fliten atje. Dhe deri tani ka disa të regjistruar, që 3 ditë, 4 ditë e kemi lançuar. Dhe besoj në vazhdim do të ketë edhe të tjerë të rinj. Patjetër, besoj që do të ketë interes. Do të jenë gati për të marrë pjesë në konferencë. Dhe për të marrë bekimin që ka përgatitur Perëndia për ta, sepse ne besojmë që do të marrim bekim. Ke parasysh Nela, domethënë kur vjen nga Perëndia, Perëndia ka planin të planifikuar. Ai e ka në zemër atë dhe ne thjesht jemi instrumenta. Ne vetëm duam që të bëjmë planin e tij. Dhe kur plani i tij është për të rinjtë të rejat në Shqipëri dhe më tej, që ata të bekohen, të formojnë familjen e tyre, të ardhmen, të kenë fëmijët e tyre, të jenë të lumtur në martesën e tyre, kur ai ka planifikuar këtë dhe thotë, po, unë dua që të rinjtë e kishave shqiptare të bekohen dhe të martohen, atëherë kush jemi ne që do ta pengojmë planin e tij? Ai do ta bëjmë patjetër ata. Dhe ne besojmë që është vullneti i Perëndisë dhe besojmë që do të ketë fryte sepse është zemra e tij, plani i tij dhe fuqia e Frymës së Shenjtë. Edhe unë besoj që kjo konferencë do t'jap frutet e saj. Besoj që është vetëm një organizim i kësaj që aktualisht po drejtoni, Freedom in Christ Ministries Albania, pastor? Po, vjen direkt nga fondacioni ynë, po. Sepse kanë shumë pikpyetje të rinj në lidhje me çështjen se si të njohin partnerin e tyre, dhe madje kanë koncepte negative që kanë marrë nga bota, nga miqtë e tyre, nga të afërmit, nga njerëzit, dhe këto koncepte negative nuk i lejojnë ata që të hyjnë në derën e martesës, pra që ta përfitojnë këtë bekim që Zoti ka përgatitur. Ta arrijnë këtë bekim që Perëndia ka hapur për jetën e tyre. Dhe prandaj ata kanë nevojë të çlirohen nga këto mentalitete negative që ata i kanë marrë. Si për shembull, a mund të gjendet një bashkëshort për mua, siç e dua unë, ose a mund të gjendet vërtet personi dur për të cilin unë jam lutur gjithë këto vite, mos ndoshta Perëndia më ka haruar mua, më ka braktisur dhe s'ka dëgjuar lutjet e mia. Pra të gjitha këto janë mendime negative. Po, Perëndia ka përgatitur një bashkëshort. Po, ai ka dëgjuar lutjet e tij ose të saj. Pra domethënë ai është afër, ai nuk të ka lënë, nuk të ka braktisur dhe ai është gati për ta nxjerrë këtë partner. Vetëm ti duhet të trokasësh. Po. Dhe nëse troket, Perëndia hap. Prandaj do të mësojnë këtë rolin e trokitjes, të lypurit, të kërkuarit.
Dhe sa pyetje të tjera, mosha, shqiptar apo i huaj, nga cila kish, në cili nivel besimi duhet jetë, sepse dëgjoj pyetje pafund nga të rinjt rreth e rrotull. Të gjitha këto do t'i mësoni nëse ju do të vini në konferencën që ne kemi organizuar, janë pyetje vërtet që dalin nga shpirti i tyre dhe ne i kemi hasur vërtet, unë dhe bashkëshortja ime, kur ne u njohëm me njëri tjetrin, në kohën tonë të njohjes, kur kuptuam që plani Perëndis ishte për të bashkuar, për të qenë një mish i vetëm, dhe ne i kaluam të gjitha këto sfida, si unë edhe ajo dhe atë që Perëndia na foli gjatë asaj kohe, unë e kam përmbledhur dhe në një libër që e kam botuar para drejt martesës. Disa viteve, rruga drejt martesës. Dhe në këtë libër janë pothuajse të gjitha këto tema të cilat ne do t'i prekim në këtë konferencë. Pra, a duhet të martohemi apo ja? Ndoshta mund të jesh e unuk i caktuar nga Perëndia që të mos martohesh. Si u ta kuptosh këtë? Që je i tillë, që je caktuar për këtë gjë, i përkushtuar në Zotin. Dhe pastaj pyetje të tjera, me kë duhet të martohem? Me jo besimtar apo me besimtara? Pse duhet të martohem me besimtara? Pse jo me jo besimtara? A mund ta kthej unë jo besimtarin ose jo besimtaren në besim dhe të martohem me të? Kur unë jam njohur me një besimtar ose me një besimtare? Pra ka shumë pyetje Do të marrin përgjigje gjitha pyetjet në këtë konferencë. Me që jemi përsëri tek libri, sepse ka qenë vërtet i suksesshëm, kam dëgjuar shumë që kanë marrë përgjigje, janë bekuar, inkurajuar, dhe Zoti u ka folur përmes librit, përmes këtij libri, Rruga drejt martesës. Aktualisht ka kopje, pra ku mund ta gjejmë ata që kanë sërish interes për librin, pastor? Në libraria e Qendrës Stefan. Pra, Qendra Stefan ka kopje të këtij libri. Edhe në libraria e Vushit ka kopje që mund ta gjeni edhe atje, të vllazërisë Ungjillore. Lavdi Zotit. Kthehemi tek konferenca që organizohet së shpejti. Titulli shumë goditës, Dy zemra, një udhë. Po. Përse është kaq goditës edhe përse duhet të vjesh kështu, ky titull? Është një udhë. Është udha që Perëndia bashkon një çift, një djalë dhe një vajzë. Ka shumë udhë që ne duam të bashkohemi. Mund të bashkohemi me emocionet tona, duke u bazuar në emocionet tona, në atraksioni, mund të kemi udhë të tjera për shembull në drejtimet financiare, të karrierës, apo pra mendime, mentalitete që ne mund na shtyjnë drejt martesës për një të ri dhe për një të re, të cilat nuk janë udha e Perëndis. Ka vetëm një udhë. Dhe udha është vullneti i tij për një djalë dhe një vajzë të krishterë. Si ata të konvergojnë drejt pikës së bashkimit. Pra kur ata të shkojnë në altar dhe të bëjnë premtimet përpara Perëndis për njëri tjetrin. Në mënyrë që vërtet edhe martesa e tyre të jetë e suksesshme, të jetë e frytshme, sepse nëse ka një marrëdhënie të shëndetshme të rinjve tanë krishterë në kohën e sotme, të cilët e nisin mbi baza të shëndetshme, mbi bazën e fjalës Perëndis, dhe ata e vazhdojnë këtë njohje duke njohur Perëndin përmes njëri tjetrit, atëherë ata janë gati që edhe në martesë të ecin në këtë mënyrë së bashku. Pra që ata të njohin Perëndin në martesë dhe njëri tjetrin duke bashkëvepruar, duke komunikuar me njëri tjetrin, duke pranuar të metat e njëri tjetrit, duke pranuar ashtu siç është bashkëshorti dhe ashtu siç është bashkëshortja, me gjërat negative që mund të ketë dikush, pak apo shumë, por që Perëndia i ka bashkuar të dy, i ka pranuar të dy, sepse ashtu siç janë pozitivet janë dhe negative, sepse ne nuk jemi të përsosur. Po, me Zotin në qendër? Po, dhe kur na ka pranuar Perëndia, atëherë dhe ne duhet pranojmë njëri tjetrin. Dhe kur ne pranojmë njëri tjetrin me dobësitë që ne kemi, Perëndia punon përmes dobësive tona, përmes të metave tona, dhe na përsos, na perfeksionon, na shenjtëron përmes martesës tonë. Po, dhe me Zotin në qendër, po është e mundur që një martesë të funksionojë deri në fund. Po. Ndërkohë flasim pak për detajet. Data 13-15 mars, ditët po ikin shumë shpejt. I bie fundjavë, shumë mirë, sepse të rinjt edhe punojnë, i bie premte shtunë e diel. Menduat të tek kompleksi CFN Albania. Edhe kushtet janë fantastike aty. Po, shumë të mira, po. Janë shumë të mira, është fiks vendi i dur për të bërë një konferencë. Si është menduar të premten është dita e parë, pastor? Të premten dita e parë mbasdite. Nis mbasdite? Po. Orën 4-5 mbasdite, që të mund të udhëtojnë lirshëm, ndoshta dikush mund të vijë pak më vonë. Po. Por që ne do të fillojmë
regjistrimin. Me adhurim, me temat që ne kemi përgatitur sipas planit që ne do ta shpalosim pak më tej. Atëherë kur vërtet shikojmë regjistrimet, kur të rinjt janë gati për të marrë pjesë, kështu që do të njoftojmë edhe për temat e mësimit, çfarë do diskutojmë dhe do t'ju dërgojmë dhe orarin në mënyrë që të jenë të mirënjohur për këtë. Po, të kenë edhe një skalet se si do të jetë, do të vijë e gjitha deri të dielen masdite, pra në 15 mars mbyllet konferenca. Mbas drekës atëherë janë të lirë për të larguar. Keni menduar për ndonjë surprizë nga njoftimi në rrjetet sociale do të ketë shumë lorja, zhvillime, organizime brenda? Po, ne mendojmë që përveç mësimit, përveç lirimit shpirtëror që ata do të marrin, në për ato zona të errta ku ata kanë mendime negative në lidhje me njohjen e partnerit apo për martesën e tyre të ardhshme, që ata vetë do t'i bëjnë këto lutje, do të çlirohen. Atëherë do të kemi edhe momente lojrash, momente ku ata mund të komunikojnë me njëri tjetrin, të njohin njëri tjetrin, të bisedojnë me njëri tjetrin, të luajnë me njëri tjetrin, pse jo të luten për njëri tjetrin dhe të njihen. Ndoshta Perëndia ka përgatitur dhe ndonjë plan njohje për dikë. Po, pra patjetër që kjo konferencë aty mund të lindin edhe çifte, pse jo? Po patjetër, unë me bashkëshorten time jemi njohur në një konferencë të vllazërisë ungjillore. Kështu ka nisur për ju? Kështu. Konferenca në një moment kur ne po luteshim, duke dëgjuar lutjen e Mimozës, atëherë dikush tha, "Ore, do më shikoj se kjo vajzë vërtet ja vlen moza. Ja vlen, kështu që shiko lutu një herë, domethënë edhe mund të komunikosh." Pra në të tilla raste të rinjtë të rejat mund të njohin dhe unë kam dëgjuar të rinjtë të reja që thonë, po ku të dalim në pasor, domethënë sepse ne një konferencë mund të kemi në një vit. Që mund të bëjmë me kishat me lëvizjen tonë, por nuk kemi një hapësirë të gjerë. Por të njohur më shumë të krishterë. Dhe nuk kemi për shembull një vend ku ne të mund të njohim dhe të rinjtë të tjerë nga kishat të tjera në të gjithë Shqipërinë apo qoftë nga Ballkane. Sepse në këtë konferencë janë regjistruar disa nga Maqedonia, nga Manastiri për shembull. Pra, janë edhe përtej Shqipërisë që po vijnë? Janë edhe përtej Shqipërisë, po. Konferenca do të përkthehet në gjuhën angleze për ata, ose edhe në maqedonisht për shembull. Të huaj që do vinë. Që do të vinë. Dhe kështu që nga vende të tjera ka përveç Perëndia ndoshta ka plan dhe për të bashkuar dhe çifte edhe në këto zona. Dhe të shikojmë se si do të punojë Perëndia. Ka edhe të tjerë përveç Maqedonisë, pastor, që kanë shprehur interes? Deri tani nga Maqedonia, por ka të rinj të cilët banojnë në Itali, në Firenze, edhe në qytete të tjera të cilët kanë shfaqur dëshirën për të erdhur, për të marrë pjesë në këtë konferencë. Pastor, çfarë do të thojë gjithë atyre skeptikëve, nëse mund të them, kështu që jo si unë të shkoj në një konferencë të tillë që të shkoj unë të gjej partnerin ose partneren time, ose nëse mund të themi kanë siklet ose është një lloj turpi, sepse nuk ka qenë në traditat tona një diçka e tillë. Atëherë unë po ju jap një mësim që ne kemi në shërbesin Liria në Krishtin, që turpin e ka marrë Jezusi në kryq. Amen. Pra turpin tuaj e ka marrë Jezusi në kryq. Dhe në qoftë se ju do të niseni nga turpi, do të mbyllen dyert. Po në qoftë se ju isni poshtë turpin në emër të Jezu Krishtit, duke besuar që ai e mori në trupin e tij turpin, atëherë ti bëu i paturpshëm, në thonjza, trokit dhe eja, sepse nëpërmjet këtij rasti mund të dalë martesa jote e ardhshme. Pra si ti do të arish për të gjetur partneren e dur, në qoftë se ti nuk troket, në qoftë se ti nuk esh turpin, edhe ne, kur ishim në moshë të tillë, në moshë të re, po si do të bëjmë, po do të shkojmë, po e do të mendojnë sigur, ja ka erdhur për të gjetur ndonjë vajzë, ose ka erdhur kjo vajza për të gjetur ndonjë djalë. Po patjetër. Pse mos e themi edhe këtë? Është një dëshirë që ne duhet të respektojmë, këtë është normale dhe është pozitive. Në qoftë se ne paragjykojmë mendime të tilla, atëherë ne i bllokojmë të rinj tana dhe ata ngelen në thonjza të dënuar ose të gjykuar për të qëndruar në kornizën e tyre, në vetveten e tyre, të mbyllur dhe të mos hapen pasaj për të njohur njerëz të tjerë. Dhe mos kenë guximin për të folur dhe për të dalë në për hapësira të tjera, në për zona të tjera, diku në vend tjetër dhe për të trokitur për këtë problem. Nëse ne si kishë shqiptare nuk u japim mundësive të rinjve tan, atëherë pse lutemi ne për familje të forta në Krishtin? Pse kërkojmë familje të shëndetshme në Krishtin në Shqipëri? Nëse se ne nuk u japim mundësi të rinjve që ata të njohin njëri tjetrin, që ata të kuptojnë se si të nisin këtë bazë për martesë, kur ata të kuptojnë se në cilat themele do të esin për të martuar, martesat e tyre do të jenë shumë të frytshme. Do të jenë me kukurën plot, me fëmijë plot, të bekuar në Perëndinë sipas premtimeve që Perëndia ka dhënë për gjithë secilin për nesh,
dhe që të shohin dhe një edhe mbesa në jetë natyra. Lavdi Zotit, edhe ka ardhur vërtet koha që të ndryshoj ky mentalitet prej vitesh. Pastor, përveç te që je folësi kryesor në këtë konferencë, besoj do të ketë edhe folës të tjera, apo ato do zbulohen gjatë ditëve? Së pari janë forca nga fondacioni ynë, janë çifte të cilët janë pjesë e fondacionit, që kanë patur edhe përvojat e tyre, fantastike në njohjen e tyre dhe në mënyrën se si janë martuar, dhe që mund të flasin duke ndarë të përvoja në bazë të temave të caktuara, por ne jemi duke patur dhe folës kryesor që janë surprizë tani për tani. Patjetër do zbulohen aty gjatë ditëve të konferencës. Pastora, beson se, ose më saktë, cilat janë disa nga sfidat që je duke parë aktualisht tek të rinjt për të hyrë në një martesë, krahasuar me vitet më përpara? A mendon se është bërë më e vështirë kohët e fundit? E shikoj që është e vështirë, pse? Teknologjia, rrjetet sociale. Në qoftë se të rinjt të ngelen në rrjetet sociale, ata do të krijojnë një misi virtuale. Dhe misia virtuale është e largët, nuk është e afërt. Nuk është ballë për ballë me personin. Në qoftë se nuk njeh personin ballë për ballë, atëherë nuk mund ta njohësh atë dhe nuk mund të kalosh kohë me ta. Dhe të kesh një martesë të shëndetshme. Në qoftë se ti njihesh nëpërmjet rrjeteve, thjesht me një chatim, komunikon, ti nuk e njeh karakterin e tij, personalitetin e tij, s'ke kaluar sprova. Duke komunikuar me ta, duke kaluar 1 muaj, 2 muaj, 5 muaj së bashku në njohje me ta, për gjatë vrapimit të jetës, me sfida problemet që mund të kaloj partnerja. Dhe që ata të njohin vullnetin e Perëndisë nëpërmjet kësaj njohjeje. Kur ata të njohin vullnetin e Perëndisë dhe duke kaluar kohë së bashku, si motër dhe vëlla. Pra kjo është shumë e rëndësishme, sepse në qoftë se të rinjt kanë një koncept të tillë që po unë ta njoh nëpërmjet rrjeteve sociale, kjo është shumë e vështirë. Dhe mund të qelloj që njohja përmes rrjeteve sociale mund të dëshgënjejë, sepse ti nuk e njeh personin në largësi. Kur ti s'komunikon, kur ti nuk ke një debat në një moment caktuar, apo kur ti nuk ndan nga zemra jote emocionet e tua dhe ai të ndaj të tijat, dhe pastaj ju të shkriheni me njëri tjetrin, ai të mund të lutet, ai të komunikojë, të këshillojë, të ndihmojë ty, të të inkurajojë, si mund të inkurajojë duke çatuar ose duke patur thjesht pamjen tënde, fytyrën tënde diku atje, ose në Instagram, apo se Instagramin përdorin të rinj tani në kohën e sotme, dhe patjetër do të ngelen në një distancë të tillë që nuk është plani i Perëndisë ky. Plani i Perëndisë është që martesa të bazohet në takimet ballë për ballë. Që djali dhe vajza të njohin njëri tjetrin. Dhe ata të kalojnë kohë duke njohur vullnetin e Perëndisë, duke njohur njëri tjetrin, në mënyrë që po të sigurohen që ky është personi që Zoti ka caktuar për jetën time. Kjo është personja që Zoti ka caktuar për jetën time. Dhe që pasaj të mos ju ngelet sistemin në mënyrë popullore një zhgënjim që ata të thonë domethënë që çfarë bëra unë. Domethënë pse ndodhi kështu, sepse martesa një herë bëhet. Dhe është një hap shumë i rëndësishëm në jetë. Dhe nëse do të merret ky hap, duhet të merret me një maturitet të tillë që të rinjtë të reja ta kuptojnë qartë vullnetin dhe planin e Perëndisë në jetën e tyre. Kjo është një ndër pikat, pra sfidë, siç e përmendët, teknologjia ka edhe pika tjera që ne vazhdimisht i kemi ritheksuar në këtë program me ty, pastor, frika për të marrë përgjegjësi për të hyrë në martesë. A jam duke bërë zgjedhjen e dur se më vonë mund të më dali diçka më e mirë. Dëgjoj plot variante të tilla. Ka shumë probleme që vijnë domethënë nga backgroundi familjar. Konfliktet brenda familjes, probleme që kanë patur prindrit në familjen e tyre dhe krijojnë koncepte që po pse martesa ime kështu do të jetë. Modele jo të mira. Kështu do të jetë, domethënë si babe që ndonjëherë trajtonte keq mamin. Jo, nuk është kështu, sepse Perëndia ka planifikuar diçka për ty, më të mirë për ty. Pra domethënë ata duhet të shërohen mendërisht njerë për të transformuar në anën mendore, për të çliruar nga emocionet negative dhe për të kuptuar të vërtetën se si Perëndia e hap dhe shpalos atë për të rinjt. Dhe kjo e vërtet duhet të merret me besim prej tyre dhe të hidhen në hapa praktik pas më pas prej tyre. Sa e rëndësishme është, pastor, që një çift i krishterë që po njihet të jetë i rritur jo vetëm shpirtërisht e kam fjalën, pra mos të ndaloj vetëm tek pjesa emocionale. Sa e rëndësishme është ky investim, flas. Për mua, në qoftë se është plani i Perëndisë për një djalë dhe për një vajzë, ata fillimisht duhet të jenë të shpëtuar, të rilindur. Pra duhet të jenë fëmijë perëndisht të dy.
sepse ç'lidhje ka Krishti me Belialin, thot fjala e Perëndis. Po, e thot Bibla troçka. Apo tempulli i Perëndis me një pagan ose pagana, domethënë me një jo besimtar. Si mundet që ata të bashkohen, të lidhen të bëjnë një mish i vetëm, një trup i vetëm? Ata mund të martohen, por çështja është sepse ata nuk kuptojnë njëri tjetrin. Dikush ka një koncept tjetër, ai thotë unë dua të lutem, dikush thotë po pse duhet të lutesh? Tjetri që nuk beson tek Zoti. Kështu që të gjitha këto domethënë do të jenë problematike në qoftë se domethënë të martohet një besimtar me një jo besimtare. Dhe do të jetë problemin e tyre për martesën e tyre. Dhe çështja është që më pas domethënë çiftet të tilla kanë probleme dhe konflikte në jetën e tyre. Në qoftë se ata nuk janë vërtet të dy të shpëtuar, të jenë vërtet krijesa të reja në Zotin, sepse kanë koncepte të ndryshme, kanë mentalitete të ndryshme që nuk përputhen me njëri tjetrin. Po. Ky është problemi. Dhe pastaj domethënë është edhe çështja që nëse ti je pjekuruar shumë dhe partneri nuk është pjekuruar dhe aq, personalisht e besoj që Perëndia përmes diferencave në pjekuri shpirtërore do punojë në të dy, në djalin dhe në vajzën, në mënyrë që ai që është i pjekur të mund të forcoj atë që ende ka nevojë për të pjekuruar. Po, dhe të vinë në nivel që të rritet, sepse ky është plani i Perëndis, dishepullizoni të tjerët. Dhe do të bëhet një dishepullizim përmes atyre që janë të pjekur shpirtërisht. Ndoshta vajza mund të thotë, po unë dua burri që të jetë vërtet një djalë domethënë ose një burr i perëndishëm që të jetë më lart se mua në njohuri biblike dhe të më ndihmojë mua të rritem. Por Perëndia mund të arritë atë brenda 2-3 viteve ta pjekurojë. Kush jemi ne që mund të themi s'ka mundësi që bashkëshorti tim të bëhet një person i pjekur për 2-3 vite në njohjen e fjalës Perëndis apo që përdoret nga Perëndia. Dhe që ai mund të kthehet në një mësuesit tën pasaj. Po, sepse s'ka të bëjë me sa vite je kish, ti mund kesh 10 vite dhe je njësoj. Është hiri i Perëndisë shumë i fuqishëm. E rëndësishme është kuptimi i vullnetit të Perëndisë. Çfarë plani ka Perëndia për jetën time? Po, pastaj edhe një pyetje tjetër se nuk do i zbulojmë gjitha ato që do të flitem në konferencë. Po, këto që po them unë, domethënë janë maja e icebergut. Janë maja e icebergut. Ka vend për gjitha pyetjet. Po edhe një pyetje tjetër, edhe nisur nga eksperjenca jote, pastor, nga martesa me mozën si çift. A është e lehtë që dikush ta dallojë që po, ky është vullneti i Zotit për jetën time? Sa e lehtë është kjo gjë? Pra, është lehtësisht e dallueshme kur ti je fort në Zotin dhe apo duket sikur rrugës ka pengesa e ndonjëherë ke vështirë të dallosh? Ka dhe konfirmime rrugës? Po. Për vullnetin e Perëndis duhet një marrëdhënie personale e përditshme, në mënyrë që të kuptosh se cili është plani dhe vullneti i Perëndis. Por unë besoj që për të gjithë Perëndia ka një mënyrë komunikimi. Pra domethënë me mua veprojë në mënyrë hyjnore, duke folur me përshpëritje dhe unë e kuptova që po, Arian, kjo është vajza që unë kam zgjedhur. Po, brenda zemrës tënde ti e dije. Po, brenda zemrës time. Mënyra se si ai foli me mua. Sigurisht domethënë edhe me rrethanat pozitive apo rrethanat negative. Ose domethënë me siç është domethënë ai prova e Gideonit. Domethënë me lutje të tilla për shembull që mund të vesh ti thuash Perëndis, a është kështu Perëndi apo nuk është kështu? A është personi i saktuar apo jo? Të lutem jep një shenjë. Në qoftë se ndodh kështu, atëherë unë do të besoj që po. Në qoftë se nuk do ndodh kështu, atëherë unë po largohem. Pra Perëndia për gjithë secilin do të flasë në mënyra nga më të ndryshmet, por ai do të arrijë qëllimin e tij. Do të arrijë qëllimin e tij. Dhe varet edhe nga pjekuria e çdo djali apo vajze derisa të arrijë në pikën e martesës. Për dëgjuar domethënë vërtet zërin e Perëndis. Po. Pastor, a ke një mesazh për të gjithë ata të rinj që ndrojnë dhe duan të kenë një martesë bekuar nga Zoti? Atëherë unë po ju them të rinjve dhe të rejave që ju lutem mos prisni, mos qëndroni në vend numëro. Trokisni, lypni, kërkoni dhe patjetër do t'ju hapet. Dhe Perëndia do t'ju bekojë jashtëzakonisht në momentin kur dera e martesës suaj do të hapet. Ju lutem mos mendoni që gjithçka do të vijë vetëm nga Perëndia, duke pritur që vetëm ai do të bëjë gjithçka. E keni dhe ju. Pra dhe ju keni rolin tuaj në mënyrë që ju të arrini drejt hapave të martesës. Dhe të esni drejt hapave të martesës. Sepse gjatë kësaj aventure, gjatë kësaj udhe, ti do të njohësh surprizat të veçanta që Perëndia do të zbulojë në ty, ti do njohësh Perëndin akoma më tepër,
do të kuptosh se çfarë mentalitetet gabuara ke patur në mendjen tënde në lidhje me martesën, me bashkëshortin, me bashkëshorten e ardhshme, që ti ke ndëruar dhe dal nga dalë të gjitha këto pjesë të errta do të bien gjatë këtij udhëtimi. Dhe në momentin kur këto pjesë të errta do të bien gjatë këtij udhëtimi, ti do të arrish në altar dhe do të japësh premtimet për partnerin apo partneren tënde. I ke inkurajuar çiftet e krishterë pastor, jam shumë e sigurt për këtë, edhe një herë thirrja për konferencën në 13-15 mars në Pogradec. Ju lutem, ejani, jeni të ftuar 13 deri 15 mars në CFN Pogradec, që është një vend fantastik. Ju do të merrni bekimin e Perëndis që ai ka përgatitur për ju. Lavdi Zotit. Dhe unë, pastore, besoj fort që kjo konferencë do të jetë një piknisje që disa çifte të njihen dhe të vazhdojnë udhëtimin e tyre, siç edhe tema titulli i kësaj konference, 2 zemra, 1 udhë, me Zotin në qendër. Po. Atëherë martesa e tyre do të ketë gjatësi edhe kuptim. Amen, po. Fantastike. Suksese, pastor, për këtë organizim. Faleminderit, Enela. Faleminderit. Shumë bekime. Nëse jeni të rinj dhe po ndiqni pra hapa serioz drejt martesës, kjo është një ftesë për ju dhe njëherë konferenca 2 zemra 1 udhë nga 13-15 marsi në kompleksin e CFN Albania në Pogradec është një mundësi për të ndalur, për të përgatitur, për të ndërtuar marrëdhënien tuaj mbi themele të forta shpirtërore. Ju uroj të kaloni një fundjavë të bukur.